5 pijet më të mira për dhimbjen e fytit dhe virozave. Përpara se të fillojmë me videon, do ju jemi minjos nëse na bëni like dhe subscribe, po na inkurajon që të vazhdojmë më tej me video çdo ditë. Me ardhjen e muajve më të ftohtë të vitit, kolla, ftohjet dhe dhimbjet e fytit janë një rrezik që po afron. Ka disa mënyra natyrale efektive kundër formave të lehta të dhimbjes së fytit. Ato janë disa pije të nxehta ose të ftohta, me të cilat mund të shpërndajnë mukozën, të lehtësojnë dhimbjen dhe të marrin një efekt qetësues dhe zbutës. Ja 5 receta për të kujdesur për fytin dhe për të luftuar virozat. Çaji me mjalt. Për lehtësim të menjëhershëm dhe shërim të shpejtë nga dhimbja e fytit, ju rekomandojmë që të përgatisni dhe të konsumoni një gotë ujë të ngrohtë me lëng limoni dhe me mjalt 2 ose 3 herë në ditë. Një recetë sa e thjeshtë aq edhe efektive, nga e cila mund të përfitoni vlerat e limonit dhe të mjaltit, të tilla si antioksidantë të shumtë, vitaminën C dhe në të njëjtën kohë të përfitoni nga vetit antibakteriale dhe antimikrobike të tyre. Kamomili. Kamomili është një bimë e njohur që në kohërat e lashta për vetitë e tij qetësuese, antibakteriale dhe antiinflamatore. Ai garanton një efekt zbutës dhe qetësues duke lehtësuar menjëherë fytin tuaj. Çaj me xhenxhefil. Xhenxhefili është një rrënjë me veti të pafundme të dobishme dhe shëruese. Ndihmon tretjen, stimulon dhe përmirëson qarkullimin e zemrës, është një antiinflamator dhe antioksidant shumë i fuqishëm dhe ka një efekt antibiotik. Si ta përdorni për dhimbjen e fytit, për të përfituar nga efektet e dobishme dhe për të ofruar lehtësim të menjëhershëm për dhimbjen e faringut, gjithçka që duhet të bëni është të lini 20 gram rrënjë të qoruara të ziejnë në ujë për 10 minuta. Çaji duhet të pihet i nxehtë, mundësisht 2 herë në ditë, dhe është i dobishëm kundër kollës, ftohjes dhe sëmundjeve sezonale. Lëng portokalli i shtrydhur. Lëngu i portokallit është një ilaç i vërtet për shëndetin. Një gotë në mëngjes ose pasdite ju fal shumë vitaminë C, e cila nga njëra anë mbështet dhe mbron sistemin imunitar dhe nga ana tjetër vepron si një antiinflamator natyral, ideal për trajtimin e infeksioneve të vogla dhe të bezdisshme. Uthull molle dhe mjalt. Uthulla e mollës është një zgjidhje tepër efektive për të luftuar dhimbjet e fytit. Ajo ka një efekt antibakterial dhe parandalon përhapjen e mikrobeve në gojë dhe në fyt. Për të përfituar sa më shumë nga vetitë e dobishme të uthullës, mjafton të shpërndani një lugë të saj në një fixhan me ujë të nxehtë, jo të vluar, dhe të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Me të njëjtën zgjidhje këshillohet edhe gargara 1 ose 2 herë në ditë. Në këtë mënyrë të lehtësoni dhimbjet dhe të desinfektoni fytin. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.